Po është me qëndru me hashtag Gjesin e tani në pjesën e parë të emisionit, do të cilëm të kjo qendrën kulturore artistike Mollkuqet, ku kësaj radhe vjen me edicionin e 13 të festivalit, që fillimisht ka qenë si një organizat për më shumë se një dekad, u themeluar nga Arta Haziri Nuhiu, e shtyrë me një vizion të qartë për me i mbështet edhe me i fuqizu talentet e rinë në muzikë. Kështu që për më shumë detaje, ne e kemi veç themeluesën e festivalit Artën, edhe bashkë me fëmijët që do të marrin pjesë në festival, dhe do të flasim shumë çka. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Gelina, faleminderit për ftesën dhe për pritjen. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur sot, me na zbukuru mëngjesin me fëmijët. Mirëmëngjesi edhe juve. Nëse keni ardhur. Më tregoni po janë nisi prej Rojeni apo? Noeni. Po. Okej. Prej Nojenit po janë nisë me na tregu emrin, mbi emrin edhe sa vjeç që keni. Unë kam emrin Noen Krasniqi dhe i kam 10 vjet. 10 vjet, okej. Unë quhem Sumera Rashid dhe i kam 9 vjet. Unë quhem Orla Sarmaxari dhe i kam 9 vjet. Unë jam Era Sofiani dhe jam 12 vjeç, ndërsa kjo është motra ime, Ana Sofiani dhe i ka 9 vjeç. Okej, sa bukur pas ke marrë pjesë bashkë me motrën, të dyjat jeni në festival? Po. Të dyjat në këndim, a? Okej, shumë bukur. Tregoni pak kur e keni vrejt që po ju pëlqen muzika, këndimi? Kur e keni vrejt ju apo familja ju që po keni talent muzikë? Njëherë janes që para se me bu muzikë, janes që njerë me kënuem, kështë shumë televizor muzika, tani vetëm hinin gjak muzika dhe janë isa me bue. Aha, dhe të ka pëlqy, a? Qatë pëlqen kështë mas shumë të mengu, qëfar zhanre muzikës? Me anglisht të më pëlqen mengu e... Artistat e huj, ma shumë, a? Okej, hajtë cili artist pëlqen të regon? Ma Bonjoni e ka emrin edhe zdi njoni që po t'i emrin... Eminem. Po, edhe Eminem. A, po të pëlqen ka kështë ma shumë ka rap, ja? Po. Hip-hop, rap, qështu, okej. A për juve? Unë ka përqy se gjithë mërësha pjesë për valcim, për konga ta ne kom thonë, pse edhe unë mos me bu, po vetëm me valcu ta ne kom bu. Okej, do të ka përqy këndime, qështu, a? Bravo. Unë të shiku konga në televizion, nga hi vetë në qef për me bu muzikë, edhe tani të kënu. Edhe rëzikove që të dhe po e provoj, ja? Bravo. Qyshe vogël, kam fillu me këndu edhe prej atë kam vrejt që unë kam një talent për muzikë edhe mund dhe me vazhdu me muzikën. Okej. Atëre bashkë me motrën të dyat e keni vrejt që keni talent në muzikë, po ju pëlqen konga. A keni këndu bashkë në herë? Jo, s'kena. S'keni këndu bashkë, të keni provuar, jo, okej. Ani majni në mendje pra me provu dhe me këndu bashkë. Shumë mirë që festivali Mollkuqet vazhdan që sa vite me i mbështet fëmijët, me zbulu talentat të rinë në muzikë. Arta, flasim fillimisht ndoshta për edicionet e kaluara, qysh ka shku deri keni mbërrit tashmë në edicionin e 13, ka pas sfida për realizimin e një festivali të tillë? Që 20 vite përvoj në edukimin muzikor. Një dëshire madhe për më smilon asnjëherë anash zërat e bukër, zërat rënqatës. Kështu filloi edhe ideja e themelimit qendrës kulturore artistike Mollkuqe, më pastaj rezultoi me një festival, si nisëm, ishte një iniciativë dhe një nisëm e vogël që ajo nga dalë u rret dhe mori një ehon jashtëzakonisht madhe. Sot, ku po flasëm, jemi po pranë edicionit të 13 të festivalit Mollkuqe. Sot një javë është një qershori, dita kur ne e shënojmë festivalin Mollkuqe. I kemi 25 konkurrent pjesëmarrës nga gjitha trevat shqiptare, kur them nga gjitha trevat shqiptare, talent nga Tirana, Elbasani, Korça, Shkodra, Plava e Gucis, Shkupi, Tetova, Gostivari, nga gjitha qytetet e Kosovës. Është kënaqësi dhe bekim me punu me talenta si që janë edhe këtu me mua në studio. Nojeni faktikisht e ka këngën e dytë që po e punam për festivalin Mollkuqe. Ka pas jashtëzakonisht sukses edhe në festivalet që janë mbajtur në Gjilan, si që është festivali Flaka Janari, ku aty është paraqitur me një këngë të cilët i ka këndu dëshmorëve dhe të rënëve për lirin, një gjak një atë dhe,
Gjithashtu dhe Sumia e ka premier tashmë këngën e parë. Sumia, një vajzë shumë energjike, gjithmonë ka pasur gara ndërkombëtare edhe jashtë Kosovës në vallëzim, por ja që edhe në muzikë kemi zbulu që ka një talent dhe kemi fillu të miremi me muzikë. Gjithashtu edhe Arla ka fillu sukses shumë me disa festivale edhe jashtë Kosovës, ku ka marrë pjesë së fundmit Flutrat në Kumanov dhe ka rëmby çmim profesional. Era pothuajse që 3 vite mirët me këndim. Është kënaqësi me punu edhe me Erën, është nxënëse e Fushë Kosovës. Unë si producente, ta themi, dhe si drejtoresh e Qendrës Kulturore Artistike Mollkuqe, punoj me gjithë fëmijët nga gjitha qytetet e Kosovës. Dhe me të vërtet, kur ka një talent, edhe te ja u zhvillon atë talent, është shumë kënaqësi dhe bekim për neve si mentor, ose si trajner, ose dhe si pedagog të këtyre fëmijëve. Mollkuqet po presim këtë edicion me realizu me shumë surpriza, se për shkak e kemi vendosur me mbajt me një qershor, me një ambient të bukur të hapur, në ambientin e dritës, realisht jo me një sallë të mbyllur, sepse këta janë fëmijë dhe mendoj që gjithë shka që është egzagerume nuk dalë edhe bukur në atë aspektin etik. Natyrshëm, jemi mundu me zgjedh një ambient, gjithmonë ëndra e me ka qenë që fëmijëve mi ofru një festival të veçantë me një ambient hapur të bukur. Jemi në kompleksin Vali Ranch Resort, në ambientin e hapur Adet, ku gjithsesi do të kemi edhe surprizat të tjera përveç festivalit. Kemi ftu maskota me program enkas për fëmijët. Gjithashtu kemi edhe mysafir special të ftum këngëtar të cilët veç kanë kalu nga festivali Mollkuqet, sot kanë emra. Kanë karierë muzikore, a? Po i shojmë edhe fotografit. Po, janë edhe ansambli, do me thonë, Shoqëria Kulturore Karadoku e Gjilanit, ku kanë me kanë edhe mysafir special. Gjithashtu, ndër vite që është zhvillu Mollkuqet, unë jam shumë e lumtur që gjithë ata fituse dhe gjithë ata pjesëmarrës sot me të vërtet gëzojnë një sukses. Është Ana Kodra, fituse kretë kompeticioneve në Shqipëri para sa vite, sot ajo ka vazhdu karierën e saj, është edhe në Amerikë, do me thonë, ka fitu edhe një kompeticion shumë njërë në Amerikë. Nga festivali Mollkuqe ka ndalë shumë talent, si Vjollca Osmani, ajo sot është edhe këngëtare. Salje Bajrami, gjithashtu është një solo këngëtare që vazhdo në Vjenë, do me thonë të Austrisë, ajo mbaron studimet muzikore. E shumë konkurrent të tjerë të cilët, se cilin nga ata që... Sa ju bën juve krenar kjo, kur shinet që talent e rinë prej Mollkuqes kanë sukseset të më të tjeshme pastaj në karierën e tyre më vonë? Jashtëzakonisht shumë krenare. Me të vërtet jam tepër krenare kur i shoh që kanë vazhdu rrugtimin dhe e kanë arrit një kulminacion të suksesit, edhe kur i shoh që nuk punalen, se ka prej tyre që nështë mujnë me fillu, po me ko fillojnë me ndollë. Po ata të cilët do me thonë e vazhdojnë rrugtimin edhe e kanë atë pasionin edhe e dinë se ku po dojnë me mri, ma ata njihem shumë krenare se e di që edhe rezultati vjen, sigurisht. Është era e pare fëmijëve që po marrin pjesë në Mollkuqe, sepse përmendet që në festivale tjera kanë marrë pjesë, por tek Mollkuqet është era e pare tyre? Era ka marrë pjesë edhe ma herët, edhe Nojeni. Nojeni, do me thonë, 10 ka qenë era e parë për Nojeni edicionin e 12. Aja era ka marrë pjesë edhe në edicionin e 10. Okej, atër për këtë ata që na përcjellin këto momente, edhe po pëse që ka shumë prind që kanë qef me i pru fëmijët e tyre që kanë talent në muzikë. Qysh munden me i pru fëmijët e tyre për me marrë pjesë në festivalin Mollkuqet? Çka duhet me bo? Duhet me mbush në një formular? Duhet me ju kontaktu, me ju shkryt juve? Cilat janë format? Realisht, Gelina, na me 1 maj e kemi pas, veç e kemi mbyll konkursin. Konkursi ka... Mendova për herave tjera, që tash mua me rrënje që veç është mbyll. Realisht, konkursin e kemi mbajt hapër për një muj rresh dhe më vje ketë se kemi pas një numër rekord, dyko 150 pjesëmarrës na kanë apliku, e në mesin e ty në komisioni ka përzgjedh 35 pjesëmarrës, sepse aq kemi pas mundësi ta ndoj materialin edhe kohën, në pa mundësi për shkak me ju dhun hapësirë edhe gjithë trevave tjera, se fatmirësisht festivali ka marrë një ehon shumë madhe, edhe se
Ka shumë festivale në Kosovë që vendosën titujt festival në barë kombëtar, po nëse shkon edhe e shen nga afër, e shet që nuk kam pjesëmarrës të trevave shqiptare, po e vendosin ndoshta vetëm si titull. E me të vërtet Mullkuqe mu që kjo më gëzon ma shumë, se nëse e kom qujt festival në barë kombëtar, e kom qujt me plot goj, sepse e di që në mesin e krejt që ty në pjesëmarrësve janë shumë fëmijë të trevave shqiptare, që mu më bën muniti për mirë si drejtoresh që kjo je hun e festivalit Mullkuqe, gjithmonë duke ju falemnderu edhe gjithë atyre mbështetësve të cilët e kanë majtë gjallë, do me thonë ëndrrën time, idejen time, konceptin tim, po edhe njëkohësisht edhe jurijës profesionale që gjithmonë një mundu me pas shumë kujdes tek juria, edhe gjithmonë duke javdhon gjithë hapësirën ata me gjyku lirshëm. Kjo është shumë e rëndësishme, do me thonë që kur antarët e jurijës e gëzojnë me plot të drejt gjykimin lirshëm edhe gjykimi tek Mullkuqet është shumë transparent, dhe secili nga prindërit ka të drejt me i pa pikë të fëmijës vet. Kjo e bën, do me thonë sigurisht e bën edhe ma të besueshëm festivalin Mullkuqet. Ndërsa fëmijët, apo keni emocione ju tash që vishë është afru do ata një qëshori edhe po vjen festivali? Peqa? Ka këtë mësu ju me festivalin, apo pretni me fitu në një qme? Po. Apo? Bravo. Qmimet, po përse që kanë me pas shumë qmime dhe kanë me undoa në vendin e parë, të dytë, të tretë, qysh kanë me shku? Realisht, kanë me qenë qmimet në kategori të renditura. Mos harroj me cek që kemi vendosë dhe qmimet të kompozitorve dhe të pedagogëve muzikur që edhe sot nuk janë, e falë atyre, sot na jemi këtu. Kam 3 qmime që kisha dash me veçu, është qmimi i profesorit Gjevat Ismaili, profesorit tim të ndjerë, që unë kam vendosë si ishtë nxënësja e ti ta vendosi këtë qmim që ta kujtoj gjithmonë figurën e ti, artistike, kontributin e ti. Gjithashtu është edhe qmimi muzicientit Selman Vokshi, një muzikant ndër të parët në Ana Murov. Së fund mi kam vendosur edhe qmimin e profesorit tim të nderuar Isa Jakupit, që edhe ai sot nuk është mesin ton, po kalon shumë gjurmë dhe na si nxënëse kemi gjithmonë obligim me i kujtu, duke i përtri emrat e tyre tek brezat që sot janë këto me ne në studio. Okej, atëherë të regëm një pak për këngët e juja, çka keni vendosur, me cilën pikë muzikore keni me shku në festival? Çka keni me këtu? Une, kur shkoj në festival, ku me kënuar këngën Kaje Kaje dhe besoj që... Kaje nga kush? Është këngë origjinale? Po, origjinale nga Nën Krasniqi dhe besoj që këtë do të pëlqejnë. Okej. Une kur shkoj në festival ku me kënduar këngën Se Sumejat, që edhe unë besoj që fëmijët... Është një këngë origjinale dhe kjo, po besoj krejt fëmijët kanë këngë origjinale. Të punuara ankas për festivalin Mullkuqe. Po, okej. Une kam e këndu këngën Dritë e Dituris, që është nga Arla Sermogjaj dhe është për shkollën. Okej, bravo. Era? Unë në festivalin Mullkuqe do të këndoj këngën Gjenerata ime, ndërsa motra ime ka për ta kënduar këngën në shkollën time. Okej, atëherë këngë origjinale, tamam të juja, që kanë me ju mbet pastaj edhe pas festivalit me këndu kudo që shkoni. A këshit pas që për shembull dikush për juve që tash me na këndu pak në refren të këngës që keni me këndu në festival? Nani. Hajde, fillon. Unë jam në një djallë shqiptar, rritë me këngë me gjuhë e flamur, ku që zi në zemër në gjuhë... Vish pak, a mëna me kënu tjetërën? Hajde, tjetërën. Saher vi, një fryme bi freski, kaje, këtë këngë tia e nin. Okej, pas ka një tekst mjaft interesant, po. A do në më këndu edhe te? Suila e pote? Sumea, okej, Sumea. Hapas hapi, ritmin ajo e qan, si fishek zjarë e nat. Libra ndor, mendje fluturon, fantazia e saj. Aktron, vaton, shërole fiton,
Sumeja kur vjen surprizon, aktrohen, vazon, zhërole fiton. Sumeja kur vjen surprizon, se sumeja vajz me fuqi, ylber në qiell, me ngjyra plot, i pom zemër, s'kena të ret, e vogla e shpis, po vjen si rufe. Bravo. Konga për ty, tekstin e ke bote, ata e ka bote kush tjetër? Jo të të artë, anë e këmë thonë dëshirën tem, të artë e ka plëtë. Okej. Konga është shumë e mirë, dhe të pas ka përshtot. A je qështu që shpëthat atë konga? Saktë, është natyra e Sumejës. Bravo. Po ju urej shumë suksese për një mesë cili për juve, po shpresoj që keni me marrë ka një çmim. Po edhe nëse nuk fiton një çmim, është me rëndësi me u kënaq bashkë, me marrë pjesë në një festival të mirë, që është edhe Mollkuqet, e ju mos u ndalni me çkaq, ju vazhdoni me këndu edhe me bo këngë sa më shumë. Çka keni qef me u bo kur të rriteni? Po besoj që për këngëtar, po se po tregoni pak sigur kush keni qef me u bo? Keni në artist në mendje që kështë thonë që thuni gjithmonë që valla isha bo sikur shambull Dua Lipa, Rita Ora, se kemi tash edhe këngëtar shqiptar që kanë arrit famë ndërkombëtare. Sigur kush këshit pas qef me u bo? Hajtë, Era, anë të filloj me ty? Unë dëshira ime kur të rritem, kam dëshirë që të bëjmë si Billie Eilish, sepse me pëlqen shumë, edhe është një vojtë shumë atraktive dhe interesante. Pëlqen edhe muzika e saj, a? Po. Okej, dëgjon shumë muzikën e saj, po. Edhe Billie Eilish e ka zonjën shumë të mirë, që pas ke zgjidhur një artiste shumë të mirë që po i ndjek hapat e saj, bravo. Po? Unë kur të rritem, kam dëshirë të bëjmë këngëtar që quhet Zara Larsson. Zara Larsson, po. Se më pëlqen që ka bërë këngët dhe i ndëgjoj. Okej, të pëlqen edhe këngët edhe dukja e saj edhe krejt paraqitja e saj, bravo. Unë kam dëshirë kur të rritem më bu këngëtare, me një këngë nga Lady Gaga, Die With A Smile. Të pëlqen Die With A Smile, bravo. Po, është një këngë shumë e mirë, edhe mu më pëlqen që e në këngë shumë, me Bruno Marsën që e ka. Unë kur të rritna kam që më bo si Eminemi, se i ka diqish këngët me rap shumë me energji. Bravo, Eminemi edhe mu më pëlqen shumë, është prej artistëve dhe reperve më të mirë në botë. Okej, artist shumë të mirë, pas ka të përgjedi shumë të mira, kështu që përshpesoj që dhe ju keni me imri majat edhe keni me pas një karrierë muzikore shumë të mirë. Po këtu nuk duhet me undalë asnjëherë, duheni gjithmonë me punu, sa ma shumë, apo mundeni edhe me punu edhe me shku shkollë dhe me nxon krejt aktivitetet? Po, as për keni problem. Realisht, s'kena vës që ju kryon vetë besim. Ju ndimon edhe ma shumë për me hop atë margaritarin. Po vetë përshijet kje që në intervjist përshijet që nuk kanë emocione fare, edhe përshijet që për një me kanë kriju vetë besim në vetë vete. Kja ndoshta është dhe shumë e rëndësishme për çdo fëmijë, pse çdo talent i ri duhet me marrë pjesë në festival, me kriju një këngë të tyne, edhe me vazhdu përpara, ndoshta dhe me qenë vetja atyre. Është shumë e vërtet, ndikon shumë pozitivisht, dhe me thonë. Kom pas rast që kem pas pjesëmarrë solist të cilët kanë qenë ndoshta më të ngurum, po kam mjaftu dalja e parë në skenë, pastaj në dalje tjera të festivaleve, se përveç festivalit Mollkuqet, unë gjithë konkurrentëve të cilët edhe ju rrim bas që ju krijoj këngë edhe ju rrim bas i dërgojnë shumë festivale. Marë parasysh edhe festivale ndërkombëtare, shtete ndërkombëtare, sepse kemi edhe një qendra jonë ka edhe një festival tjetër, Rising Stars, i cili është live dhe i cili është ndërkombëtar, ku është për krejt grup moshat, ku këtë vetë shënot edicioni 9, por e kemi lanë në fund të qershorit me realizu, sepse kom dash këtë vetë të ndoj Mollkuqet ditën e posaçme dhe t'ja jep krejt atë energjinë dhe atë vëmendjen time vetëm Mollkuqet, e kështu që besoj që kemi vendosur me një datë mirë dhe kur jemi këtu në studio, shfrytëzoj rastin t'i ftoj gjithë prindërit që kanë dëshirë fëmijët e tyre t'ja festojnë një qershorin me një ditë të këndshme, mund të vinë në festivalin Mollkuqe, sepse është në ambient të hapur dhe është gjithçka pa pagesë, nuk ka fare dhe me thonë bileta, është gjithçka pa pagesë. Në ambientin e bukur Vali Ranch, aty mund të na gjejnë dhe të vinë
me shumë dëshirë, i mirëpresëm gjithë ata që kanë dëshirë të vinë dhe ta shijojnë nga afër dhe t'i shohin gjithë të artistë të mrekullueshëm duke u paraqitur secili me këngët e veta origjinale. Po përveç konkurrentëve që pas kanë me marrë pjesë dhe kanë me u kënaq, ka shumë mirë se është ambienti i hapur edhe mundën edhe familjarët me të krejt me ardhë bashkë dhe me kalu një kohë të bukur me një qërshor për festën e fëmijëve që shumë bukur dhe keni lanë këtë datë. Ju pas këtë angazhime shumë edhe në fund qërshorit dhe një festival tjetër, angazhime nuk ndalën, po arta të regom për fond sa kim mbështetje nga komuna e Gjilanit apo edhe nga sponsorët e tjerë, dërsa që ju ndihmojnë juve që me i bo dhe me i realizu këto festivale? Jemi në edicionin e 13, realisht sfidat e mia kanë qenë qysh nga fillimi. Në sfidat e mia të fillimit, përkrahasi, do me thonë numër 1, ka qenë kompleksi Vali Ranch, duke me ofruar, do me thonë, hapësirën dhe duke e besuar ëndrrën time. Pastaj, ndër vite, kemi fillu mu fut në kalendarin e aktiviteteve komunale në komunën e Gjilanit, nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport. Lojmin është më i mirë për qendrën tonë, ka ardhur në vitin 2025, kur kemi fitu edhe mbështetje nga Ministria e Kulturës. Gjithashtu kemi edhe një mbështetje edhe nga sponsori jonë general, Gorenja, Department Store. Gorenja, dhe me thonë, këtë vetë nga ka ofru edhe një mbështetje për festivalin më shumë Rising Stars. Dhe gjithashtu kam disa sponsorë të cilët shumica për tyre veç dhurojnë dhurata për fëmijë. Po edhe janë shumë të mirëseardhura për mu, sepse shumë ka rëndësi përveç trofeut a ditë fëmijët t'i buzëqeshëm edhe me disa dhurata. I kemi ëmbëltorën Kimin e Gjilançën gjithmonë ofron ëmbëlsira për fëmijët, kur kanë këta ditëlindjet, shkojnë i marrin falas, do me thonë tortet. Gjithashtu është edhe Afrokumi i cili për secilin pjesëmarrës dhe për anëtarët e jurisë e ofron një çantë me dhurata, do me thonë. Si dhe Liri në Prizren, këtë vetë na u ka bashkangjit për me ofru dhurata për fëmijë. Oke, atërë shumë bukur që keni mbështes të tillë edhe vazhdoni me qëndru afër fëmijëve dhe talentëve të rinj. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në #Gjese, kalum pak të një mëngjes të bukur bashkë dhe falem për muzikën, për këngën, për talentët e rinj. Mos më kam kur çdo tjetër veç me uru shumë suksese në edicionin e 13, suksese edhe në festivalet tjera. Arta, shumë faleminderit që ardhur sot bashkë me fëmijët. Faleminderit juve, ishte kënaqësi edhe nder më kon sot bashkë me juve dhe me nda krejt këto eksperienca. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur sot. Faleminderit ti. Kaloni bukur, kënaqëne, shumë të mirë. Për dyshena në #Gjese gjithmonë mbështesim fëmijët dhe talentet e rinj, kështu që gjithmonë kur keni ndaj këngë tre me çit, ose keni diçka me tregu, jeni të mirëseardhur më ardh, okay? Ju falenderojmë shumë, Ngelina, për mbështetjen që vërtet vazhdueshëm ju se emision e bëni për talentët. Sepse më ka ro me kanë edhe më herët, po më shumë e lidhje online, po e vlerësoj shumë faktin që po jepni këtyre talentëve mbështetje. Faleminderit shumë që kësaj here edhe në studio, pa të mundësi edhe u takuam bashkë. Faleminderit shumë, shumë suksese. Shumë faleminderit.